Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun xhallahu ala që këto ditë të këtij muaji të bekuar, Allahu xhallahu ala të i pranon të gjitha angazhimet, të gjitha përpjekjet tona, të na i falë mëkatet, lëshimet dhe të na bën nga ata që Zoti është i kënaqur me ta. Të ndërruazër, si zakonisht, tashmë në muajin e Ramazanit, derisa sabahut që kemi pasur të zakonshme dhe para Ramazanit, vazhdojnë duke ushtuar një ditë në Ramazan, ndaj kemi ligjërat ditën e diel, sot, domethënë, kemi të martën edhe të ajtën inshallah. Do të jenë ligjërata mënej të shkurta, normal jo as të gjata, po të marrim disa udhëzime, të përkujtohemi, të mësojmë diçka që edhe na ndihmon me kalu agjerimin më mirë, edhe ta kemi më cilësor, po edhe të përmirësohemi në përgjithësi në akord me atë që Zoti ka kërkuar prej neve. Padyshim se njerin të ndru vëllezër e lëvizin forcat ndryshme drejt qëllimeve të caktuara. Dhe forca më e madhe, më e rëndësishme, madje kryesore që njerin e lëviz drejt qëllimeve të caktuara është dashuria. Njeri kur don diçka, nuk i shikon pengesa. Njeri kur don diçka, nuk shikon a i plotson kusht apo si plotson kushtet. Sa më e fuqishme dashuria, tërheqja ka qëllimi është më e madhe. A dhe njeri kur don diçka, keni pa, nuk heton as lodhje, as mundim, madje as pengesa. Gjitha këtu janë gati të pa përfillshme për të, nuk i ndin fare, për faktin se dashuria është ajo që e shtyn përpara. Kështu Allahu xhallahu ka bërë që me lëviz gjithçka në këtë dunja, gjithçka lëviz në bazë të dashurisë. Për shembull, dikush e don ushqimin e lëviz, dikush e don dikon e lëvizja që e don e kështu me radhë. Edhe ne si besimtar padyshim nuk dalim jashtë këtij rregulli. Mirë po, dashuria që dominon jetën e besimtarit, dashuria e cila fuqishëm e shtyn drejt qëllimeve të mëdha, dhe nuk ka asnjë dashuri mbi të që ka mundësi me nalë, është dashuria ndaj Allahut te barekuhu teala. Dhe besimtari e don kanëri pushimin, e don rahatin, normal është kjo punë. Po dashuria për Allahun e bën që me e dominu vendimin e tij, edhe ai me prish gjumin e më fal sabah. Njëri e don ushqimin, e don pijen, është normale. Po dashuria për Allahun xhallahu ala bën që me e dominu këtë dashuri dhe me e braktis ushqimin dhe pijen. Çështja është jeta. Sa ma e fuqishme dashuria për Allahun xhallahu ala, sa ma dominante, aq ma nën kontroll janë pastaj dashuritë dhe dëshirat e tjera të kësaj dhunjaje. Sa ma dopt është dashuria ndaj Allahut te barekuhu teala, aq më të fuqishme dhe më dominante bëhen pastaj dashuritë edhe dëshirat e tjera. Çështja është rregulli i jetës, njëri funksionon. Prandaj ne duhet që sa ma tepër ta fuqizojmë, sa ma tepër ta shtojmë dashurinë për Allahun te barekuhu teala. Me dashur Allahun më zotësh. Dhe jo dashuri të përgjithshme, jo dashuri asë zakonshme që njëri e don Zotin xhallahu ala, por dashuri tashmë të lloj tjetër. Dashuri e cila bën me i unështru, me përfill urdhat e Allahut, me largu nga nderesat e kështu me radhë. Kjo është dashuri pak më e veçantë, më specifike. Kjo dashuri të vëllazër i ka sebebet e veta, i ka shkaqet e veta, edhe ka piknisën e vet. Dashuria ndaj Allahut azza xal që po kërkojmë ne, piknisën e ka te dashuria e Allahut për ty. Nëse Allahu të don ty, ki më dash Allahun xhallahu xhelalu. Nëse dashuria e tij për ty ka më të bëjë që ti më e dash Allahun xhallahu xhelalu. Prandaj ne duhet me ditë kon e don Allahu xhallahu ala. Kjo është çështje pretendimi, kjo është çështje ngjyre, race, gjuhës, ka të bëjë me të. Kjo ka të bëjë me disa domthon faktorë të caktuar. Kush i përmbahet aty në rregullave e don Allahu xhallahu xhelalu. Prandaj pikë këtu do të fillojmë në udhëtimin tonë Ramazan, që të marrim në fund inshallah një varg, patëm kushtimisht një hurish informatash që shërbejnë si një udhërfyes në rrugtimin ton drejt dashurisë së Allahut ndaj neve dhe dashurisë tonë ndaj Allahut te barekuhu teala. Me dashur Allahun dashuri që me të vërtet dominon krejt dashurinë në këtë dunjë. E don më shumë se familjen, se veten,
se pasurinë, se gjithçka që ka gjithën e don Allahu më shumë. E kjo nuk është pretendim, po kjo është praktik, dëshmi në jetën e përditshme. Fillimisht, ndërvëzër, para se me kalu të këto pika që t'i përmendi disa sot dhe disa në takimin e ardhshëm inshallah, duhet me e konsideru këtë lajmë që e përmenda një prej lajmeve ma të rëndësishme në jetën tonë. Cili është ai lajm? Lajmi se Allahu Gjelle Gjelaluhu ka informu robët e tij se ai ka rob që i dën. A është ky lajm interesant? Ka mund ky lajm mos më kon hiç. Nuk e dim a dën Allahu dikon a nuk e dën. Për shembull, kushtimisht. Për shembull e fal. Është problem, pa e dën nuk e dim. Se nuk bën mi përshu Allahut kur gjë, çka ai s'ka fol për vetën e tij. Nëse janë gjesim Allahu diçka çka ai s'ka fol për vetën e tij. Na duhet Allahu me e cilësu veç ashtu që ai ka cilësu vetën e tij. Na duhet Allahu me e mërtu veç ashtu që ai ka thonë e kam emrin. Ndryshe suni gjesim Allahut emrana. Pos emra që i ka ai, pos cilësi që i ka ai. E Allahu Gjellera ka përmenë se nga cilësitë e tij është me i dashur robët e tij. Madje një nga emrat e tij, në këtë aspekt është emri i tij El-Wadud. El-Wadud është emri i Allahut që tregon se Allahu i don robët e tij. Ky është lajm i madh. Të parët tonë kanë përmend nga dietarët e devotshëm të kësaj radh se lajmi më i gëzueshëm për neve ka qenë lajmi se Allahu ka rob që i don. Tash, çka i të robëve? Me nxitu, edhe me vrapu, edhe mu angazhu për këtë dashni. Me që Allah e ka hapur mundsinë, tash a kemi fitu, a s'kemi fitu është çështje jote. Mi po lajmi që Allahu i don robët e tij caktuar është lajm i madh. Është lajm i madh. Nga se kur don Allahu xhallahu ala krejt dy të qelën. Të mëshirës së tij, të faljes, të suksesit, të ngritjes, s'ka ditë të mbyllen më për ty. Kur Allahu e don dikon. Dashuri domthon që e ka sjell, e ka fitu robi përmes disa faktorë të caktuar. Dhe krahas këtij lajmi të ndërruar që Allahu na ka informuar se Allahu i don robët e tij, është edhe një nivel hala më i avancuar i kësaj begati. Ajo është na ka treguar kënë Allahu e don. Kjo është halale më i madh. Për shembull të ndërruar. Nëse Allahu kishte na thonë se Allahu i don robët, po tash pyetja, kanë tash ju mundoni, lypni. Sa kështë me që i ke lutë? Për shembull dikush me shta, s'kish me flet gjatë natën, dikush s'kish me hongër kur, kish me bon njësë përpjekje ndryshme, ndoshta shpesh edhe të gabuara, të huqura. Allahu na ka kursyer nga gjithë këto përpjekje të lodhshme, nga gjithë këto përpjekje të panevojshme, Allahu na ka kursyer. Duke na thënë se Allahu ka rob që i don, edhe duke na treguar se kush janë ata që Allahu i don. Për çka i mbetet robëve si na? Me nxitu dhe me vrapu me këtë potencialin drejt kësaj dashurie që të bëjmë nga ata që Allahu i don. Allahu ka përmendur në Kur'an shumë raste. Allahu i don këta, Allahu i don këta, Allahu i don këta. Kush janë këta që Allahu i don? Dietarët më humi përmbledh këto që Allahu i ka përmendur, edhe kanë ardhur përfundim me i radhit disa për tyne. Andaj duhet sot mi përmend 2-3, pas të tjerët një 10 me i përmbledh, si një që është të hartë e ndërtuar që në ndihmon me orientu drejt dashnisë Allahu xhallahu ala, që t'jesh nga robët e Allahu që Allahu i don. Allahu i don. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë ditë një për sahabëve ti. I ka thënë, lexo Kur'an. Ka thënë, oj dërguari i Allahut, çish më lexo në Kur'an kur ty të ka zbrit Kur'ani? Ty të ka zbrit Kur'ani? Ka thënë, Allahu më ka thonë ti me lexo Kur'an. Ka thënë, Allahu më ka përmend edhe ka plasë në thaj. Kush që mund Allah më përmend më? Pa në Allah ka përmend me emrin filonin, dhe të thënë Kur'an për atij. Veç pse ka përmend, i ka duk çështje madhore. A dini kush është Allahu azza wa jall?
Gjithçka është në dorën e tij, gjithçka është e tij. Allahu ka me lajke që e adhurojnë vazhdimisht. Dhe këto me lajke nuk e din numrin e kurkush pas Allahut azza wa jall. Çka i duhet një njeri në tokë Allahu xhallahu ala? Çka i duhet tokë Allahut azza wa jall? Këti ka. Allahu bën çka don. Gjithçka është e tij. Megjithatë, Allahu xhallahu ala e don njerin. Kush që njeri që Allahu e don, i lëm jaj. Ne duhet me të interesu që Allahu të na don. Fakti që na ka udhëzuar këtë fe na don. Fakti që na ka mundsuar me fal sabahun na don. Fakti që na ka mundsuar me agjëru na don. Po qysh me e fuqizu këtë dashni, me rujt e me rrit që tash edhe na me e dashtë Allahun hala ma tepër që me na bu më të zëllshëm e më dinamik edhe më ambicioz në shtrim dhe Allah të barek u tala. Fillimisht të ndërruazër, aja që është nga kryesorët e që e bën një rob me e dashtë Allahu xhallahu ala është raporti i këtij robi me fjalën e Allahut të barek u tala. Aja që e përcakton a dënë Allahu edhe apo dënë me dashtë Allahu edhe a dënë ti Allahun është raportit me fjalën e Allahut xhallahu ala. Si është raportit me Kur'anin? Me lexim të Kur'anit, me kuptim, me zbatim, me meditim, me shumë fije të këtij litari që përbën një lidhje të fuqishme me fjalën e Allahut azza wa jalla. A dim në vlerën e Kur'anit? Të ndërozë, nuk ka libër në tokë, nuk ekziston libër në tokë, absolutisht, që mund të thuhet për të sigurisht se në tokë ka fjalë të Allahut. S'ka. Përveç Kur'anit. Në Kur'an krejt që ka nga fillimi të rinë fund është fjalë Allahut të barek u tala. Në ti e ki ndorë fjalën e Zotit xhallahu ala, askur se ka tjetër. Tjerët kanë libra tjera, por janë të shtemruara, janë të deformuara, ka ndërhyrje njerëzore dhe kjo me pranimin e vetë besimtarëve të këtyre librave. Ka disa versione librash që kanë mos pajtime të hatashme me zvete, kanë mos pajtime thelbësore me zvete. Në Kur'an s'ka kështu. Nëse e kemi për shembull të ndonjëherë në safin e parë, një hafiz që din kur e përmash nga Kosova, e një hafiz për shembull nga Turqia, e një hafiz nga bota arabe, e një hafiz për shembull nga Afrika, e një hafiz nga Amerika, e një hafiz nga Kina, që të jenë 7 hafiza. Një çka ta kur një dës që po me zveti. As nuk ngjihen që i ka pru punën më mbledh në Kosovë. Jenë hafizlar veneve ndryshme. Kur s'jon pas, ngjihen, madje as nuk din më marr vesh me zveti, se të këtë gjuhë të posaçme. Apo. Njëri pyetën del imam. Edhe lexon Kur'an. Këta që janë mas ti, a kanë përmesh njëtin Kur'an që e lexon ky, a se s'le ka të vetin Kur'an? Me po me gabu që ky imami, këta përmas, a din me e përmirësu? Po, i njëti Kur'an është, i njëti, si e qysh i njëti, lo, këta s'jon pa kur, as s'jon taku kur, as nuk njen, fjallë Allahut është e njëti, s'ndëran atë, s'ndëran, nuk ka libër që shtotë, nuk ekziston. Fjallë Allahut xhallahu që e kin dorën tonë, begati Allahut, tash me kemi edhe në përkthim, edhe në telefona mosh me zbrit, edhe me dëgju lloj-lloj lexuesi, të pëlqen ky mirë, s'pëlqen ky tjetër, me qindër lexues. Ki pastaj Kur'an që lexon dhe ka përkthim. Ki pastaj komentet Kur'anit, ki pastaj hoxhallar që i pyet, ki pastaj edhe libra koment i Kur'anit i përkthim. Ka qenë ëndër dikur. Gjitha këtu me e lehtësu raportin të me Kur'anin. E ti tash çush i ki punë me Kur'an. Me mësu për shambë lezu Kur'an. Sa të merr vakt. Është pak e lëndshme. Edhe dikush që është mosh. Mirë po, me pak angazhim, nuk shkon një muj ditë hin Kur'anat. Një muj nga jeta jote, që sa ti e gjallë me lezu Kur'anin në gjuhën e shkronjat që i ka zbrit Allahu pejgamberit sa, a begati e madhe. E ja vlen. E për kushtimit për librin Allahu xhallahu ala, çka thot Zoti në Kur'an?
çka kërkon Allah për neve, çka ka këtë Kur'an, informata rreth Kur'anit të përgjithshme. Kur'ani për shembull kur ka filluar me zbrit, sa sure i ka, sa pjesë i ka, sa gjuza i ka, apo Kur'ani i Mekës, Kur'ani i Medinës, çka do të thonë kjo, janë do informata të përgjithshme. I tërë interesimit për Kur'anin, gjitha këto aspekte e shumë tjera, dëban që ty Allah me dasht. Do merre rregull në jetë. Sa ma shumë lidhesh me fjalët e Allahut, ma shumë Allahu dën. Më tepër bëhesh i afërt me Allahun xhallahu ala. Nga se të ndërrozë. Komunikimi vetëm me Allahun është përmes fjalës së tij. Veç. Nuk ka mundësi me komuniku me Allahun ndryshe pas me fjalën e tij. Ti mund të komuniku me gjuhën tonë, apo mund të komuniku pa dyshim me lutë Allah me gjuhën tonë është e pranuar. Mirë po. Me çfarë amni ki me thirr? O Zot, o Allah. A ki me thoshë, ku e ke mësuar këtë amna? Në Kur'an? O prap kur zosh nga komunikimi. Qysh me lut, kur me lut, ku e mëson ti këtë? Fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit, prap apshe je i varur. Andaj nuk ka mundësi as me lut, as me madhnu, as me adhuru, as me njoft pa librin e Allahut xhallahu xhelal. Kush do me njoft Allahun, kush është Allahu, e ka në Kur'an. Kush do me di çka kërkon Allahu, e ka në Kur'an. Kush do me di çka don Allahu, e ka në Kur'an. Kush do me di çka nuk don Allahu, e ka në Kur'an. Andaj duhet me pas këtë Kur'an vazhdimisht me epiqendrën e jetës tonë, që asnjëherë nuk shmangemi nga libri i Allahut te barekuta. Madje nuk ngopemi së lexuari, së dëgjuari, së mësuari e tjera që ka me Kur'anin. Sot është fatkeqësi që gjen musliman, për shembull, që një vet kur Kur'an s'ka qenë me dorë vet. Krejt çka ka ai nga raporti me Kur'anin është një Kur'an i varur në dollapin normal në tij, e ruan për bereqet. Një Kur'an i varur në makinën kirrën e tij apo. Edhe kur bie fjala me lexu Kur'an, ai s'lexon. Ai gjen dikon me pagu me lexu Kur'an. Edhe jo për veti, po për ndonjë dekun ti dikon që ka dalë për dunjos. Që kaq kohë më shumë. Madje të ndonëse ka pas kohra, alhamdulillah kjo kohë ka shku, kur mos u ktheft. Ka pas kohra para disa dekadave që në shumë vende islame kur është dëgju leximi i Kuranit, njerëzit kanë qenë të bindur se u dek dikush. Mos s'ka mundin me shu Kur'an për çef me ngu. Nëse ka ngu dikush në shtëpi Kur'an, një ka vetë zotit lash tash kush i pas ka dek. A kuptojnë denki drejtë ka ardhur rënja e interesimit për Kur'an. Tash ka filluar alhamdulillah murin gjallë, sa hafizi, sa lexuesi, sa hatmia, sa alhamdulillah unë gjallë. Edhe si unë gjallë kjo, unë gjallë dhe feja, u mur xhamia, ju shtu agjerus, se Allah për adan, se na po e dojmë fjallën Allah të barëku të ala. Dhe çdo shërbim që e bën fjallës Allahut, realisht i shërben me dashuri Allahu xhalla xhalu. Në çdo mënyrë. Andaj nuk duhet asnjëherë të ndërvozë njëri me neglizhu këtë realitet që e kemi begati, e kemi si mirësi, ndërsa njerëzit nuk e vlerësojnë. Çështja e dytë në vëzër, për Kur'an me fol te një iftar ki që ka dhënë. Madje mas iftarit, nuk shteret kur, njeri nuk hargjohet kur legjërimi për Kur'anit. Me pasuri kujtim që dim për batë fa begatjemi. Çështja e dytë në vëzër, që Allahu don. E para, don aq sa i lidh me fjalën e tij. E dyta, Allahu xhallahu ala e don një rob kur ai rob është i gatshëm me i kry obligime që Allah i kërkon dhe me shtu vullnetarën mbi obligime. Do të thonë, kur e kryen obligimin, njëri obligimi kryet po me dashni, po ma tepër edhe si borx me latë. Ama kur ti bën adhurime, si ki borx nga dashnia për Allahun te barekutar, kjo është ajo që Allahu po don. Normal farzi është esenca, është esenca. Po kur mbi farz ti shton nafile, sa më tepër kujdesemi për farzin,
dhe këti farzi i shtojmë në file, jo nga vetja jonë, po si pasim dhe pejgamberit a.s. është treguar se Allahu po na dënon. Për shembull, ti ke falë tash farzin sabat, para farzit sabat çka ke fal? Sunet. Suneti i sabat a është farz? E nuk është farz. Farzi që ke qaj 2 rekate, kur i farz? Dreka sa i ka farz? 4. Ne i falim 4 për para dhe 2 për mas. Këto 4 për para, këto 2 për mas, jenë të regu se unë e s'mjaftona veç më obligim. Unë duhe dhe ma shumë për Zotin te me bëvën. E kur që shtu për në dikush, këtë veç dashni e bën. Këtë veç dashni e bën. E kur ti e shprej Allahun dashnin me punë vullnetare, Allahu gjellera të dënë ty. Nga se të ndërozër, a i cili kujdeset për nafilet, a ka mundësi me e rreziku farzin, të njëri rringati suneteve, që njëri drekës e rringati shumë. Që kënë njëri për shembull përderi sa kujdeset për sunet në drekës, a rrezikon me u farzin? Jo, normal, nga se a i sunetet i rringati, një më farzit të bërë. Po një njëri që si rringati sunetit, a i se s'ka gale sunet, drejt në farz. Kënë njëri për shembull, a rrezikon edhe farzi ka erë mos be? Po, se e ka vendos farzin në radhë parë të betejës me shejtanin. Me shejtanit qka të kap, piti kap në farz. Shtë rrezik. A në betej me shejtanin, kur ti e ki për para në filen, e farzi është i rujtun, edhe në kap diqka kap ka, suneti, a më farzi është i rujtun. Farzi është i rujtun. Dhe besimtari gjithë mund të me vendos mes gjërave mes ti dhe të ndaluarave, gjëra që nuk janë ndaluara, po janë të pëlqyera. Që nëse ndodh me ran diçka, bjen diçka që s'është e pëlqyeshme, ama harami është larg atë. Edhe që ashtu farzët gjithashtu. Dhe një kujdes i tillë që të ruhet farzi, edhe të ruhet distanca mes te dhe mes haramit, duke vendos mes te dhe mes haramit largimin nga gjërat që janë mekruh, të papëlqyera, edhe ruajtja e farzit duke vendos mes te dhe farzit sunetet, janë treguar se ti je i kujdesshëm në raport me atë që Allah ka kërkuar. E këtë kujdes Allah e don. Ai për këtë arsye Allahu të don. Nëse ti kujdes për nafilet, kujdes për gjëra që s'janë obligim, mirë po ti kujdes për nga dashnia për Allahun te barekuta. Edhe çështja e tretë që me të më përmbyll sot është më dashur Allahu, punë e madhe, apo më dashur Allahu, është gatishmëria e robit njërit që me i dhonë përparësi në çdo situatë asaj që Allahu e don ndaj asaj që robi e don. Në sa më tepër i jep përparësi asaj që Allahu e don ndaj asaj që ti e don, kjo është treguesi i dashurisë Allahu po don. Të ndrozën njerëzit në këtë pikë aq nalt që në shku, sa që thush e qyshe ka bu këtë punë. Ka njerë po aki edhe filloj me keqkuptu nga dishmin e njerëzve din çfarë drejgje ka shku me i dhonë përparësi asaj që Allah e dënë në vërtet me ato që Allah nuk ato që robi e dënë. Që për shembull, kur dikush ka bu dua që Allah mi jep ato që ka aje dënë, që ti kur thush o Allah të lutem për këtë, ti e dënë që atë. Çdo kërkesë që ti nga Allahu kërkon me ta përmbush Allahu, ti e dënë që atë kërkesë. Lutesh për diçka që nuk e dën. Apo. Nëse e kërkesë nuk është përmbush, është vënu. Vonesa dhe mos përmbushja njerëzve të kësaj kategorie u ka shtu dashnin për Allahun xhelalu ala. Ma shumë se që ja ka shtu dashnin përmbushja e kërkesës. A kuptu dallimin? Në ma shumë e ka dasht Allahun kur Allahu s'ju ka përgjigj se kur ju ka përgjigj. Aje ka lutë për një përgjigj. Normal, se a i s'din ku është hajri. Po kur është vënu përgjigja, e ka dasht Allahun ma shumë se me pja o përgjigja. Pse? Kanë thonë kështu. Ajo që unë e po lutna, është ajo që ka unë e po du. Është ajo që ka unë e po du. E ajo që Allahu pështyn, është ajo që ka i po dënë.
Andaj të unë është me e dashën ajo çka ai don se unë çka du. Don Allahu mos me tallon një kërkesë i bën që po du që ti më bëj dua më shumë. A ti po don më të përmbush kërkesa. A për shembull nuk janë dy të njëjta. Allahu po don mos më të përgjigj. E ti po don që më të përgjigj. Kur ai nuk të përgjigjet, ti e don më shumë atë vonesë se nxitimin tënë më të përgjigj Allahu dhe më të përmbush kërkesën. Kjo është shumë e lartë, i po edhe gjërat e tjera të ndonë të kësaj dynjaje. Për shembull, ka gjërat ndaluara që njeriu mëson me to, ama e lën për të Allahut më mëdhur. Ka për shembull mundësi dikush me fitu famë, autoritet, duke nuk e i shkel parimet e Zotit. Me mashtrime, me dredhi, dëshme, ama Allah nuk dënë është. E kjo e dënë atë pozitë. Mi thonë, le ato që ka përkërkan, përshka kësa Allah nuk e dënë, që to është aja fërkimi i robit, sprova e ti, a e dënë Allahun apo e dënë vetë vetën. A e dënë Allahun apo e dënë epshën tënë. Sa ma i gatë shumë është njeriu, që me i dhonë për parësi, dashnisë Allahut, ndaj dashnisë sa aso që a i dënë, është tregues Allahu po dën. Është tregues. Shumë tjera që ka, qoftë tash në interes material, qoftë për vendime të caktuara, qoftë çka do tjetër. Për ta për shembull pejgamberi të ndërrozën kur i ka edukuar sahabët në këtë vlerë të madhe të dashurisë, i ke gjetë domthon para rezervë janë nëshu Allahu te barekuhu. Madje ato çka s'ka qenë lehtë për ta. S'ka qenë lehtë për ta, megjithatë i ka dhënë përparësi asaj që Allahu e don dhe asaj që ata e kanë dashur. Kjo është të kapunë të ndërlozat dobia jote. Ato që ka dënë ti, a është do mos dëshmisht e mirë? Ti dënë diqka. Ti e dënë që këta e dënë. Diqka në dunja dënë ti. Shka një që s'dënë diqka. Qaj që ti e dënë, a është do mos dëshmisht e dëbëshme për ty? Ju, kom zë me kënë e dëmshme. Diqka dënë njëri, ama e dëmshme është. Nërsa ato që ka Allahu e dënë, a është do mos dëshmërisht e dëbëshme? Po, gjithësi. Pa i kur ti dënë që ka Allahu e dënë, ti përfiton. Prapë është mirën tone. E kur dënë ti ato që ka ti e dënë, ju detyrimisht ti fiton. Për që kur fiton ti? Kur dënë që ka dënë Allahu. Dhe fiton edhe ato që ka Allah e ka bo dëbëshme për ty, edhe dashnin Allahu të fiton. Ti fiton dy fish, momentin kur ja përparësi dashnisë Allahut ndaj çfarë do dashnie tjetër. Andaj përmbyllje në vozën, kur do një ashtu për shembull, i thush, lebre këtë punë, lebre këtë vepër, s'moj e Allah me nuk moj, s'moj pa këtë punë. Për shembull, përmend njerëz, që ka njerëz që kanë lidhje të veçantë me duhonin ato, pa këtë kuptime. Po s'unë lëm. Ose çka do të qoftë tjetër. A dini cila është rruga më e mirë me lëm? Me dashur Allahun më shumë se kujtën që ki me pjetë. Edhe lijet. Shumë është dhe jeshtë. Gjithë shka lijet kërë dënë Allahun të barë këta. Ama kur dashnia për Allahun nuk është qaq dominante, e dominon dashnia që është e epshit, e kujtës, e lakmis, e kështë mëra. E këja të sënëm dashnia Allah Gjellon dhe robi tjerë. Për të sujet Allahun të barë këta, i dënë atë rabë të cilët, dojnë ato që Allahu Gjellewale e dënë. Pavarësisht, a është në përputhje me ato çka ata dojnë, çka ata presin apo çka ata kërkojnë. Së më rëndësi është me ditë çka Allahu dënë. Kjo është primare. Dhe një qasje e tillë të ndërmos kashin jetës, do bën që Allahu më dashur. E kur Allahu dënë, çka ke hub? Hajde ke loni sen, e ke loni gjëm, një interes, e ke loni kujt. Ama si shpagim për këtë, Allahu po dënë, qëka ke hub? Nëse Allahu dënë, qëka ke hub? Wallahi korgjë. Nëse Allahu nuk dënë, qëka ke fitu? Korgjë. Për në ka thonë djetarët, nëse Allahu dënë, korgjë s'ke hub. Nëse Allahu nuk dënë, korgjë s'ke fitu. Qëllimi final i çdo besimtari është Allahu me e dashtë, me që një knashëm me te. Dhe është i gatshëm besimtari me e pagu koston e kësaj sa dhe që kushton, s'prish punë, veç a paguhet.
veç është e mundshme, veç arrihet. Po, nëse Allah ka përmendur se është e arritshme. Edhe nisë Allah në gjellëve që Allah të bën nga ata që e dojnë Allah në zëgjel. Duke e fuqizuar, e përmirësuar raport me fjallë në Allah të zëgjel. Duke qenë të gatshëm krahas obligimeve, edhe punë vullnetare me i kry për hatër Zotit, dhe pse Allahu i dënë, që ajtë në dënë neve. Ne timi të gatshëm me çdo udhkryq, ku mund të përplaset dashnia jonë me atë që Allah dënë, na me qenë të gatshëm edhe shumë qartë me pas, ka do të mja majtë. Jo ka kujtë e ka dashnia jonë, po nga e që Allahu e dënë. Ai që din me u gjinë këtu udhkryqa, e ka qartë se Allahu pa e dënë, nëse mos me dasht, nuk e uzon në ato drejtime që a janë banë ka Allahu dënë. Allah na bëvë nga ta që i dënë Zotit Gjellewala. E na bëvë nga ta që e dojnë Zotit të bara këtë. Allah na bëvë nga ta që i dojnë ata që i dënë Zotit. Edhe i dojnë punët që i dënë Zotit. Gjitha këto, në i mundësuftë Allahu, në këtë begati, këtë muaj të Ramazanit, që të në mbushë e zemë dashni për Allah Gjellewala. E ka të tjera udhëzime, që të vazhdojmë e përmanë, se kanë e dënë Allahu të bareke u ta'ala. E që tjetë me vërë një rrugtim joni i rëndësishëm që këto me jarrit e mi plëcu sa të mundëm që ta marim atë hyme nalët e mi thonë dikush që kjo është ai që Allahu e dënar. Allahu në bëpë këtyne. Zotë i shpërbej familet shumë e takohemi në takim nashëm, dhe jetëre Zotë i shpërbej të ndëroftë të ndinoftë. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.